nafta nga bordi ti ka rrit nivelet më të larta në botë, 220 lek. 2200 lek. Mashtrusi deklaron se po rrit mbi këtë nivel, do të ullë me 8 lek aksizën. Mirë, që s'është asgjë. Po problemi është se gjë në këtë nivel, rritje të vëshës është mbi 8 lek. Dhe s'kthen asnjë qindar. Problemi është se ky njeri ka vendosur mbi litrën e naftës barrën fiskale më të lartë në botë. Kush të doj të kontrolloj në Google, të shoh vendi me barrën fiskale mbi naftën më të lartë në Europë, Shqipëria del. Vendi me barrën fiskale më të lartë në botë, Shqipëria del. Dhe ky tallet me shqiptarët, u thot se po e lviz aksisën 20%, kur nafta të tejkaloj 220. Nuk ka asnjë lloj skrupulli dhe mëshire. Qëndrimi i tij ndaj trive shqiptar është qëndrimi më armiqësor që mund të mbahet ndaj tyre. Studentëve shqiptar u them edhe një herë se ju, të dashur studentë dhe student, paguani tarifen më të lartë në Europë pas studentëve të Britanisë Madhe dhe Hollandës. Se ju paguani një tarif në universitet të vendit 4 herë nominalisht më të lartë se Austria, se Slovenia, se Franca, se Italia, se Gjermania. Dhe po t'i marrim në proporcion, nuk është 4 herë, është 16 herë me lartë, në proporcion me rrogat. Dhe ky vjen dhe u tregon dokra, vjen dhe u thot studentëve se arritja jetësime, se me rifnin dhe me burgosin dhe për komisariatet e aeroporteve për problemin e vizave, mashtron në mënyrën më ordinere, në mënyrën më të pa skrupull. Vizat, jo që nuk i hoqe ai, po përkundrazi bëri grevurie në këtë shesh që vizat mos hiqeshin për shqiptar. Dhe tani ja u thot atyre se ky ishte arritja e jetësime. Pra, kemi të bëjmë me njëri që nuk ka turp.